Por kush është Kujtim Koqi, si arriti të hyjë në Kosovë, cilat ishin motivet që qua në marrjen e dokumenteve të Kosovës, pse të njëjtit ju lëshua leja e dytë për armë dhe pas dyshimeve për posedim të narkotikëve dhe pse sipas palës së dëmtuar në këtë rast kishte tentim vrasje. Ndërkaq, policia e Kosovës e cilësoi veprën penale si shkaktim të rrezikut të përgjithshëm dhe a është Kosova vendi i tretë që po e kërkon këtë person e i cili po arratiset. Koqi nuk dihet se kur dhe si ka hyrë në Kosovë para aplikimit për marrjen e dokumenteve. Mirë po, me të ardhur në Kosovë ai kishte aplikuar për të pajisur me shtetësi dhe dokumente. Bazuar në dokumentet që posedon betimi për drejtësi, Koqi rezulton të ketë marrë letë njoftimin më 18 prill 2024. Me të marrë letë njoftimin, puna e dytë e rëndësishme për Koqin doli të jetë pajisja me leje të armës. Më 23 prill, pra vetëm pas ditë pas pajisjes me letër njoftim, ai rezulton të jetë pajisur me certifikatën shëndetësore për marrjen e lejes për armë. Dhe rreth një muaj më pas, më 30 maj 2024, burime brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme kanë treguar se ky institucion i ka lëshuar pëlqimin për të pajisur me leje për armë. Ky fillim i ri në Kosovë nuk rezulton të ketë qenë nga vullneti i mirë. Koqi del se ka 2 urdhra arreste kombëtare. Në Francë ai kërkohet për trafikim droge, ndërsa në Zvicër Koqi kërkohet për kryerjen e veprës penale falsifikim të dokumenteve. Por përkundër kësaj, Koqi arriti që përveç se të marrë shtetësinë e Kosovës, të pajisjet edhe me leje për armë. Me tu pajisur me pëlqim, ai kishte aplikuar edhe për leje më 19 qershor 2024, ndërsa më 14 goshti ishte lëshuar dhe leja armës.